Vjosa Osmani dhe Albin Kurti kanë përqarë guxon. Haxhi Avdyli ka dhënë dorëheqje sot për shkak të sulmeve të paskrupullta ndaj presidentës Osmani. Kjo është skizma e madhe në guxon e vogël. Ishte një reagim emocional i Haxhi Avdylit dorë në zemër. Ai denoncoi me drejt polarizimin shoqëror dhe politik dhe u distancua nga një fushat që këto 3-4 ditë ka pasur për target presidentën Osmanin. Në lidhje me këtë dorëheqje, guxoja e Donika Gorvallës dhe Faton Pecit e lëshoi një komunikat publike. Nga stili i shkrimit dukej komunikate hartuar ekskluzivisht nga Donika Gorvalla. Sidoqoftë, skena politike është gjallëruar javët e fundit, duke prodhuar shumë spekulime, shumë sulme, reagime dhe distancime. Në ditët e fundit, presidenti Osmani është përballë me sulme konspiracioniste dhe seksiste, për cilët ka shkruar edhe gazeta politika. Osmanit është përmendur një takim me Grenelli në SBA, ku ishin edhe liderët e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë. Ishte takim organizuar nga 3 institucione të SBA-s. Tash në publik është hedhur ideja e një komploti të madh të Osmanit, opozitës, Grenellit dhe Edi Ramës ndaj Albin Kurtit dhe qeverisë së tij. Presidenca i ka mohu krejt këto akuza. Kam pa edhe shumë fotografi të përpunuara me inteligjencë artificiale, të cilat po përdoren vazhdimisht për sulme seksiste dhe bollizim të pamjes fizike të Osmanit. Presidenca i reagoi edhe Halil Gecit, të cilin e akuzoi për thirrje për pushkatim në një status të tij publik. Po ashtu dje kabineti i Osmanit u përfshi në debatin e madh rreth pranësirit të Deçanit, që shpërtheu pas një deklarate të Nenat Rashidit, i cili më vonë sot e qartësoi këtë deklaratë. Loja politike ka nisur u nxeh fort. Sulmet online janë veç para përgatitje. Nxehemi e para lojës së madhe. Është një fushat digjitale para fushatës reale në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që zgjedhjet të mbahen.